Shkrimtari Ismail Kadare në një interviste ekskluzive për programin Studio e Hapur të Eni Vasilit ka folur për raportet e letërsisë shqipe me ish diktaturën komuniste. Ai tha se shkrimtarët që kanë denoncuar kolegët e tyre duhet të ishin të rrequr me kohë dhe se me largimin e tyre letërsia nuk u mbet asgjë. Të mos guxojnë më të fusin hundët në letërsi, me thënë drejtën. Ke qenë kur ke futur shokët në burg, s'ke drejt më të fusish hundët në letërsi, do të rriqesh. Të jeni të sigurt nuk ka as gjeni, as talente, as gjë, janë të një pjesë e parëndësishme. Këta vetëm ngatrojnë punë dhe asgjë tjetër. Vetëm krijojnë një ligështim moral të përgjithshëm. Këta duhet të tërhiqen vetë. Në vlerësimin e tij nga moshapja e dosjeve të ish sigurimit të shtetit, këta shkrimtarë që kanë punuar me zell kundër kolegëve të tyre janë po aq të zellshëm edhe sot. Këta janë shumë të motivuar. E ndjen vetëm se s'po pësojnë asgjë, bëjnë letra të hapura, dalin në shtyp me deklarata dhe janë po aq të ligjë sa më parë. Është e çuditshme. Pse? Këta kanë një solidaritet të sëmurë me njëri tjetrin, mbrojnë njëri tjetrin. Ish shefat e tyre ju dërgojnë sinjale her pas here, shiko se po flet kështu, po ama ato ti di unë 3 letra e 5 denoncime këtu, sepse kjo është moshapja e arkivave. Po pse ata sipas Kadares janë përfshirë në këtë proces spionimi? Disa shkrimtarë i bënin të rënë në Grack, të rekrutuar, që në rini ose më vonë, për detyrë. Të tjerët, për këtu është specifika e letërsisë, që mediokriteti bëhet aleat i çdo diktature në letërsi, për shkak të një arsye tepër banale, vulgare, mendoj duket e padenjtë për mendjen midis nesh, midis meje dhe jush, çmira njerëzore. Kur prej muajsh ka hyrë në fuqi ligji për hapjen e dosjeve, për shkrimtarin ky proces është i vonuar. Çdo diktaturë kur bie në prag të rënies, ka një merak të madh, një hall të madh të fshejë krimet e saj. Ajo një demokraci kur vjen, mendimi i saj i parë duhet jetë e kundërta, t'i hapi sa më shpejt arkivat, të zbuloj krimet që kjo diktaturë e kishte anktin kryesor për t'i fshehur. Kjo ka vonuar në Shqipëri për fat keq. Mendimi është i njohur, të gjithë e thonë dhe nuk bëhet pothuajse asgjë ende. Madje ai mendon se në këtë proces nuk duhet të ketë përjashtime. Kam dëgjuar do jetë thotë përjashtohen të huajt. Është gabim. Në letërsi dhe arte, denonciatorët e huaj janë po aq zuzarë se denonciatorët shqiptarë. Nuk e mbron atë pse është gjerman ose italian ose francez. Duhet të hapen dhe ato raportimet e tyre, se kanë qenë jashtëzakonisht të rrezikshme, sidomos për botën e huaj. Si e shpjegoni përjashtimin? Këtë përjashtim? E shpjegoj se nga përjashtimi do të dalin me kë kishin lidhje ata. Dhe ata që vetë ndoshta hiqen sikur s'kan qenë, ashtu, ata nëpërmjet tyre bënin denoncimet. Është shumë dinake e gjithë kjo, shumë e hidhur, shumë e trishtueshme. Edhe unë që po flas tash me ju, kam në qenien time një trishtim që po merrem me këtë bisedë. Ismail Kadareve në dukje se e kombit shqiptar disa herë është dashur të shkëputet nga Europa, por si në asnjë vend tjetër të Ballkanit, ka qenë letërsia që ka ruajtur të forta këto lidhje.